Procesi i negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian do të jetë në qendër të seancës së Kuvendit të Enjten, që ka në rendin e ditës edhe një projekt rezolut për antarësimin e vendit në Union. Ndaj edhe Sali Berisha i kushtoi rëndësi të veçantë në mbledhjen e grupit demokrat, ku nga aty ai akuzoi drejt për drejt kryeministrin për bllokimin e procesit. Nuk ka projekt më të shkëlqyer për kombin tonë, për Shqipërinë dhe për kombin, se sa vendosja e Shqipërisë në këtë komunitet. Por ky proces, si të faktohet çdo ditë më shumë, është marrë peng nga një organizatë kriminale që drejton Shqipërinë, Edi Ramën. Kryedemokrati renditi ato që i cilësoi si arsye pse sipas tij qeveria shqiptare nuk e do integrimin e vendit. Ky proces kërkon respektimin e lirive të drejtave themelore të votës lirë të shqiptarëve, por dhe funksionimin e ekonomisë tregut dhe rregullave të tregut. Akuzat i vazhdoi duke theksuar se mazhoranca po fsheh edhe raportin e fundit të Komisionit të Jashtëm Evropian. I vetmi përkupim si ta fshehim raportin. Si ta fshehim raportin. Mos u themi shqiptarëve një fjalë se çfarë thotë ky raport. Sipas Sali Berishës, opozita është e qëndrueshme përballë këtyre mashtrimeve, siç i cilësoi ai, edhe për prokurimet e drejtësinë nuk duhet të ketë asnjë pengesë nga ana e qeverisë. Mendoj se opozita në kushte të një narkodiktature po qëndron fuqishëm si zëri i vërtet i shqiptarëve që besojnë tek vlerat e lirisë. Duke cilësuar opozitën si zgjidhjen e qytetarëve, një kritik kryedemokrati e kishte edhe për policinë, ku shpreh se këta të fundit po përdorin edhe turistët për të marrë dëshmi të rreme.